Kjo është pamje momentale e liçenit të Badovcit, i turbull pas vërshimeve të fundit në vend. Edhe pas trajtimit, uji nga ky liçen nuk po përdoret për pije nga konsumatorët për më shumë se 2 javë. Në fabrikën e trajtimit e ujit, i cili ndodhet afër këtij liçeni, procesi i pastrimit po ndodh me vështirësi. Sefedin Januzi, shefi i fabrikës së trajtimit të ujit në Badovc, thotë se shkaktar të turbullirës kanë qenë rreshtet e fundit e po ashtu edhe temperaturat e ulta të liçenit. Vërshimet që e ka plun tër Kosovën këto ditë e fundit, sidomos janari, edhe në liçenin e Badovcit ka shkaktuar turbullira. Turbullira që është me vështirësi mu trajtu ujë, do më thonë kemi vështirësi për trajtimin, kjo është një arsye pse ka mungesë të ujit. Për momentin, NTU, ose turbullirën në liçenin e Badovcit e kemi 20.8 NTU, ndalje e kemi 1.12 NTU, do më thonë i afrohet vlerës të lejume që është prej ne, po nuk është. Kjo në varet krejt me marrëveshjet institutit të shëndetit publik. Standardi do më thonë është 1 NTU, nëse e mrim edhe besoj që shkaktar që është edhe temperaturat shumë të ulta. Në liçe do më thonë janë temperaturat 3 deri 3.8 gradë Celsius, që alumin sulfati nuk është të reagu si duhet. Kjo është arsyeja. Brenda sa ditë mendoni që mund të përmirësohet ky pasardhëre? Besoj që brenda edhe 2 ditë, maksimalisht 3 dite, është në tendencë, është në ramje prej dje, do më thonë ditë për ditë na e përcjellum, ka ramje të vlerave. Kemi pas NTU deri në 38 NTU, javën e kaluar, sot e kemi 20, do më thonë kemi gati një përgjysmim të vlerave të turbullirës në liçe. Në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës kanë konfirmuar se nuk ka ndonjë bakterie, por problemi është turbullira e lartë pas vërshimeve të fundit. Uji nga ky resurs ujor nuk është për pije për shkak të turbullirës së lartë. Që nga dita e rekomandimit të mos pihet, uji nga Badovci vazhdon ta ketë turbullirën e lartë në raport me standardin e përcaktuar për cilësinë e ujit të destinuar për pije. Januzi tregon se nga 4 pompa, sa i kanë gjësej për momentin janë duke punuar vetëm me 2. Procesi fillon nga liçeni, që është një lartësi 649.85 metra lartësi mbidetare, e kemi stacionin e pompave poshtë liçenit dhe ato janë të vendosura 4 pompa. Prej aty vjen në pikën e parë aeratori që bëhet ajrimi i ujit, për arsye se ky ujë merret në thellësi 18 metra, mund me pas erna, është i varfër me oksigjen, për atë arsye edhe quhet aerator. Para se me hyrë në aerator, bëhet vetëm paraklorimi, nuk ka tjetër. Pej aeratorit vazhdon procesi, e kemi pikën tjetër ku bën dozimi elementeve, si alumin sulfati. Përveç alumin sulfatit nuk përdorim, edhe në rast nëse paraqitet mangani përdorim për manganatin e kaliumit. Alumin sulfati lunë rolin shumë të madh grimcat, kur është turbullira e ujit në vlerë nalt, NTU do me thonë vlera nalt, bën lidhjen e grimcave në fundrues ose flokulator, bëhet fundërimi i mbetjeve. Para se me shkun filtra, prej filtrave, kjo fabrikë është prej 6 filtrave, që kërkojmë falje për gjithë këto që po ndodhin procese, po këto janë pa dëshiren tonë. Proces natyror që nuk mundu me nalë shiun, nuk mundu me nalë turbullirën, e kjo është arsyeja. Që
ka mungesë të ujit nga Badovci. Për momentin jemi me 2 pompa të trajtu, do me thonë 370 litra në sekund. Po të kish qenën të uja e mirë, kishim arrit deri në ofër 500 litra në sekund, që do me thonë konsumator nuk e kishin vrejt mungesën e ujit, që me të vërtet në këto kohë, në janar, mu vrejt mungesa ujit është pak në shqetësim i joni, shqetësim i konsumatorët gjithë kështu me radhë. E për mbeturinat, të cilat po i japin një pamje të shëmtuar liçenit të Badovcit, Januzi thotë se nuk janë shkaktar, pse uji është i papishëm. Jo, ato nuk ndikojnë në cilësinë e ujit, ato janë mbeturinat ngorta, kryesisht janë plastik, shishe, ku ta dione me të vërtet pasqyrë e shëmtume e liçenit. Me të thonë drejtën, ne kemi bo largimin shumë herë në mbeturina, po këtë kohë nuk po kemë mundësi, për shkak se jemi të marrë me cilësinë e ujit dhe kemi lënë pak onash, po shpresoj që edhe sot në drejtori kena bisedu për këtë çështje dhe do të rregullohet shumë shpejt. Veç i bëj lutje konsumatorëve, qytetarëve, që mos hudhin mbeturina. Vjen peshkon tër ditën edhe në mbrëmje e lën kesën me mbeturina që shumë shpesh e kemi gjetë ato. Ai peshkatari ose qytetari vjen me pushua që te liçeni të ditën edhe mas mbrëmje. E ke bo borlogun, merre borlogun me vete, mos e le. Kjo është shëmtim i natyrës, jo vetëm liçenin e Badovcit, po të thuaj në përgjithësi natyra në Kosovë është në gjendje, me thonë, mjerueshme. Kjo është dhoma e fabrikës, ku i papaset i liçenit futet në filtrim, para se ai të shkojë për qytetarët për konsumim. Këto janë filtrat, janë 6 filtra, një filtr me si përfaqe 45 metra katror, punojnë paralelisht, do me thonë, ka mundësi mu pastru 2 filtra, kurse tjertë me punue. Varet pe kohës qysh zhvillohet, filtri pastrohet rregullisht. Për momentin mundet mu pastru në mënyrë caktume, po edhe në mënyrë automatike. Veç ja kohën sa po don, ai pastrohet vetë. Masi turbullira është, to nuk e presum kohën, do me thonë, si të më rrinë me analiza, e testojmë se filtri këtë do të mu pastru, edhe pastrohen pa problem. Filtrat, një filtr, si që të ceku ma eret, për pastrim zgjatë dikun 35 minuta është koha, me 250 metër kub pastrohet një filtr, se pastrimi dhe filtrimi janë proceset kundërta. Filtrimi është prej lartë poshtë, kurse pastrimi prej poshtë lartë. Do me thonë, humbje të ujtë për një pastrim të filtrit janë dikun 250 metra për momentin. Unë shpesh jo këmë thonë edhe jo thëmë, se konsumatori por jemi na, stafi fabrikës. E pim na. Kur të pi une edhe juve, si konsumator, edhe fëmijëve të mi jo thëmë pine. Kur e se pi une, nuk kom dëshirë as konsumatori me pi, me konsumu këtë ujë. Për atë arsye, jo sigurojmë se mrena standarte përveç që të rast që jem të punue. Jem të kontrolluar nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, e kemi laboratorin qendror që çdo ditë merren mosat këto, qohen analizohen fiziko-kimike dhe bakteriologjike çdo ditë, këto spoko 8 herë. Kur o kushte normale, 8 herë mrena ditës punohen analizat. Do me thonë çdo 3 orë. Në këto raste, kur është si sot, ose kur po është prezent mangani, ka çdo orë 40 minuta dhe 20 herë testohet ujë, pa problem, kështu konsumatorëve ju bëj thirrje, konsumone kur del instituti, pa problem. Pas gjithë këtij procesi, kjo është pika ku merren të gjitha mostrat për të vërtetuar edhe pastërtinë e ujit. Pas gjithë procesi që provëm nga liçeni, në për etapa që kalon, na jemi
flokulim, filtrim, klorizim, këtu e kemë finalizimin e ujit që vjen të konsumatori edhe të ne si stafi i fabrikës. Dhe më thonë, kjo është pika ku merën çdo ditë mosat, analizohen mosat, analizë fiziko-kimike dhe bakteriologjike nga laboratori qendror i ujësirtit, po edhe nga kolegët tonë 3 herë, 4 herë, varësisht prej kushteve që janë. Që tash dikun dhe 12 herë ka rast që merren mosat, analizohet ujë dhe për me siguru konsumator që me të vërtetë ujë ujësirtit është ujë i mirë.